Mirë, teksa përshëndes dhe kolegun Ardit Hoxha, dua të prezantoj me paneli me cili do ndalemi gjëre gjatë për diskutuar dhe më vonë po ashtu me të tjerë të ftuar. Faleminderit shumë që ditën e sotme kam të ftuar Jonathan Pano, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, gjithashtu dhe antar në Këshillin Bashkiak, apo jo? Ende nuk janë numëruar votat, po të lumë goja. Për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, presim që të numërohen votat dhe pasaj të shtohen. Doja thoja Kandidat, po, dhe antar i Këshillit Bashkiak kandidat, në rregull. Faleminderit shumë Getian Gaba, analist, faleminderit shumë që ne bashkuar Aleksandër Qipa, gazetar, faleminderit shumë Arseda Gjyli, analiste, pedagoge po ashtu, faleminderit shumë të katërve. Nisa mbarun duket për ty. Do zoti. Si është shpresa, çfarë se e tha dhe vetë kolegu Ardit Hoxha, në fakt nga bashkia e çova te partia ke drejt. I përziva disi, por ndoshta një qoftë ky një augur i mbar për ty. 200 persona, 200 do t'jetë numri i antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, nëse nuk gabohen, keni dhe një rritje të numrit nga 150 në 200. Unë prapa nëse me ndihmën e regjisë do kem edhe listat të cilat i keni ndarë në 3, burra, gra edhe forumi rinor për të siguruar edhe kotën e brazisë gjinore, nëse nuk gabohem nga 30% në 40% për gratë. Si shkoi gjithë procesi, Jonathan, të pyes për përvojën tënde personale, me që edhe je i përfshirë në kuvend? Ishte një ditë e gjatë, një ditë plot fjalime, dhe një ditë shumë vendimtare dhe historike për Partinë Demokratike të Shqipërisë. Kjo sepse ne tani dalim nga faza e rithemelimit, në një fazë të dytë tashmë që kemi quajtur ri për të rritje. Pra, kthimi i Partisë Demokratike në identitetin e saj, kthimi në bazë, duke filluar nga individi, tek seksioni, tek grup seksioni, tek degët e Partisë Demokratike dhe më pas që vazhdon deri te kupola. Është e vërtet, jemi informuar dhe pam që listat komisioni kishte vendosur që do të ndante në 3 lista të ndryshme. Pra kishim listën për burrat, që ishin rreth 260 burra, kishim listën e grave, mos gaboj rreth 125 ose 127 gra, dhe listën e të rinjve nën moshën 35 vjeç, që ishin 75 të rinj. Kjo ishte menduar për të bërë një balancim më të mirë të kuotave që gjithë secila nga këta individu të ketë në Këshillin e Ri Kombëtar, dhe për të patur një shpërndarje që është menduar më e mirë. Sepse nëse do të ishin gjithë në një listë, atëherë do mund të bëhej më e vështirë për të ruajtur balancën që dhe me ndryshimet e reja statutore për rritjen e përqindjeve të grave nga 30% deri në 40%, apo për pjesëmarrjen e të rinjve në Këshillin Kombëtar të ruheshin edhe të respektoheshin. Ripërtëritje, rilindje, këto konceptet me një lloj rinisje, riformatimi, duan të bëjnë çfarë? Shikoj, është çdo gjë që fillon me R, domosdoshmërisht duhet të jetë e ngjashme. Por rilindja në bazë kanë një kuptim të ngjashëm. Ka një ndryshim thelbësor. Sepse rilindja brenda Partisë Socialiste është një sekt i veçuar që tashmë kuptohet dhe duket qartë që ka një pakënaqësi me socialistëve të vjetër, personave që janë të majt, edhe personave që tani më i quajnë pjesë e grupit të rilindjes. Pra ka një dikotomi, ka një ndarje mes të dyjave. Ndërsa ri për të rritjen Partinë Demokratike ka të bëjë me ideologjinë e saj dhe ka të bëjë me rinovimin e brendshëm të partisë. Është ajo që sapo thash, kemi një ndarje dhe një lëvizje tashmë nga një fazë e partisë, se për të thënë vërtetën në 28 vite këto kanë qenë vitet më të vështira për Partinë Demokratike. Se këtë do ju pyesin ata që çfarë do ketë ndryshe. Duke marrë parasysh gjitha përçarjen që Partia Demokratike pati në 2023-shin, ku unë u zgjodha antar i Këshillit Bashkiak, nuk u zgjodha me vulën dhe me logon e Partisë Demokratike për shkak të ndarjes që Partia Demokratike kishte. Tani më po japim një alternativë të re dhe po japim një shans të ri gjithë demokratëve dhe gjithë atyre personave që e konsiderojnë veten qendrëstar, opozitar dhe të djathtë konservator. Përveç figurave të reja që ka qenë një kërkesë e madhe, ju keni edhe një departament brain gainit që janë të rinj, të reja, të cilët kanë ardhur dhe nga jashtë vendit dhe janë kthyer për të dhënë një kontribut në Partinë Demokratike. Fjala ripërtëritje, përveç afrimit të rinjve në të, ka edhe një format në mekanizmat se si do ndryshojë, se si do përballen në zgjedhjet e ardhshme, po flasim për këto lokale, pastaj shkojmë tek ato